Nisma e propozuar nga deputeti Rion Braçe që kërkon barazimin e TVSH-s 20% në buqësi, pasi sot një grumbullues kur blen produktin tek fermeri, rimbursimin e TVSH-s e ka 0, ndërsa kur e blen në import të rimbursohen 20%, nuk ka marrë ende dritën jeshile nga Komisioni i Ekonomisë. Çfarë kanë propozuar që TVSH-ja në blerje nga fermeri të jetë 20% dhe TVSH-ja në shitje 20%. Dhe TVSH-ja paguesme, TVSH në shitje minus TVSH në blerje, dhe natyrisht diferenca. Që mos funksionojë si tatim mbi qarkullimin dhe mos disfavorizojë prodhimin vendas. Në komision, përfaqësues të Ministrisë së Financave ndonë se ishin në dijeni të problematikës, thanë se do të ketë shumë shpejt një vendim zyrtar. Ne do studiojmë në mënyrë të përshpejtuar dhe po ja them, angazhohem personalisht për këtë gjë, për ta rishikuar gjithë procedurat që janë bërë përpara dhe për t'ju dhënë një përgjigje ashtu siç e meriton serioziteti i njerëzve dhe zotrinëve deputet në këtë komision. Duke kritikuar qeverinë, deputeti Ajuri Tabaku cilsoi një tallje mosmiratimin e kësaj nisme, teksa tha se buqësia është në rënje. Do ta mbysim fshatin, do e nxjerrim fare jashtë qarkullimi. Me çfarë do mbahet turizmi që thoni kemi turist? Me çfarë do jetojnë 300.000 fermer? Duhet mendojmë disa politika që shkojnë për fshatin. Në qoftë se juve këtu vini dhe talleni, sinqerisht më duket tallje me të njëjtat justifikime që kanë ardhur 4 ministra financash ne i kanë thënë, të kishte ardhur vetë zonja Denaj këtu. Se na i tha vjet zonja Denaj, na i tha para 6 muaj zonja Denaj, nuk është çështje re kjo. Propozuesi i nismës Rion Braçe pati kritika të forta për ministrin e financave, të cilin e kërkoi të ishte pjesëmarrës në diskutim në vend që të bëj fushat në Myzeqe. Është e turpshme që ministri i financave nuk vjen këtu të përballet për një çështje që shqetëson mbi 45% të popullsisë të këtij vendi dhe që natyrisht i impakton një sektor prodhues që është sektori më i madh prodhues në vend. Dhe tani gjithë kjo tallje që ndodh thjesht dhe vetëm pse këtu në këtë propozim është emrim. Se po t'ishte emri i ministrit tënd të financave, kjo do kishte kaluar për 1 sekond. Me që është puna e fundit, po them edhe një herë tjetër, unë do jam shumë i kënaqur që kjo gjë të votohet kundër në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe do ja jap votën time ministrit që sot bën fushat në Myzeqe, ministrit të financave, dhe ta shikoj se si do votoj kundër. Nisma e deputetit Rion Braçe për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë është miratuar më herët në parim në Komisionin e Ekonomisë.